Dy operacione të njëkohshme të policisë së shtetit kanë çuar në arrestimin e 3 personave të dyshuar për përfshirje në veprimtaritë palishme të lidhura me narkotikët dhe lojrat e fatit. Kontrollet janë ushtruar në Prenjas së Librazhdit dhe në Bajs të Shkodrës. Në Bajs, policia ka vënë pranga pronari 26 vjeçar të një lokali të paregjistruar ku dyshohej se shitej kokainë dhe organizoheshin lojra fati në mënyrë palishme. Gjatë kontrollit në ambientet e lokalit janë sekuestruar sasi kokaine, një makinet për lojra fati, celular dhe përdorim për aktivitetin e palishëm, pije alkolike, kontraband, si dhe shumë parash. Ndërkohë në Prenjas është arrestuar një 32 vjeçar i cili administronte një lokal ku sipas hetimeve ndante kokaina në doza me qëllim shitjen. Operacioni ka zbuluar një aktivitet organizuar shpërndarjeje të lëndëve narkotike në këtë zonë. Gjithashtu është proceduar edhe një 29 vjeçar për mos kallëzim krimi, i cili ndodhej në ambientet e lokalit dhe dyshohet se kishte dieni për aktivitetin e palishëm, por nuk e kishte raportuar tek autoritetet. Gjatë kontrolleve, policia ka sekuestruar gjithsej 76 doza kokainë, 3 peshore elektronike, 3 celular si dhe me 48.000 lekë dhe 450 euro të dyshuara si përfitime nga shitja e lëndëve narkotike. Po ashtu janë gjetur mjete të përdorura për paketim dhe ndarjen e drogës në doza. Materialet hetimore janë referuar prokurisë për vijimin e procedurave ligjore.